do të bëjmë edhe këtë dallim. E di që ju del punë, aq më tepër kur ka shpërzim, pak ka 18 karatëve, pak ka 14-ve. Mas ne mund me pas me gur, me gjana. E këto me gur, në fakt argjentarët i dinë më së miri dhe ato në fakt sot kemi elhamdulillah dhe prej shitësve të arit, që ne jemi mësu, nuk di pse nuk i themi artar, por argjentar, ku se vetëm argjentin e shesin, rëndësishme ka prej besimtarëve që e dinë për shka po e pyeti. Edhe me lehtësi e kryen këtë. E kryen me knasi dhe është papare, mendoj në shumicën e vendeve, ajo do ta merr arin dhe t'i shënon. Nëse ti kam 4 unaza, nga 14, secilin prej tyre ta shënon, kur i ndron këto unaza, kur i shet nesër, kur dëshiron ose jep dhurat dikun tjetër, ose blen një tjetën të pestën, atë do ta shënoj dhe do ta ruaj për vitin e ardhshëm, ta di se edhe sa gram janë shtuar ari. Ta ketë shënimin e vet. Dhe zbërtimi nga 14 edhe 18 karat në arit të pastërt, për të mos ju lodh, ndoshta regjia mund t'ju ndihmoj me shifra të shkruar. Mund ta bëjmë një formulë. Një formulë. Atëherë është kësaj. Gramët që i ke. Po azon 50 gram. Pesha e gramëve. Po, do t'i pjesëtosh fillimisht me 24 në kalkulator. E merr kalkulatorin e telefonit. Mi matë edhe peshun në peshore të kuzhinës në shtatë, që është pak ma... Jo, nuk e kisha thonë sepse ato deri në 50 gram nuk janë zakë. Do t'i matë argjentari. Dikush edhe masi kanarit të pazarit në shta ka. Jo, zotin arrujt për tanë të ari, nuk bëhet kur një sapi. Po duhet të adhem si formul. Nëse kam 50 gram unaza që ishin, ose zingjir, ose qafor, ose të gjashme, 50 gram, nga 14 karat 50, tash këtë numrin e gramve, do të pjesoj për 24, dhe barazim. Aty më dalin shifrat të rrallat të vogla, shumëzoj për 14. Dhe shifra që më ka dalë për 14, atër unë do t'jetë rezultati i fundit. Dhe do t'a demonstrojë në me njëherë këtu që ta kenë 50 gram pata, pra, i pjesëtoj për 24 barës. Here 14 karat, unë më ka dalë që unë i paskëm 29 pik, dalin shumë numra, por ne matematikisht vetëm 2 i lexojmë, pik 17 gram. Arit të pastërt. Tash duhet t'i mbledhi edhe 50 gram të 18 karatëve, për shembull, nëse edhe këtë e bëjmë, prap 50, pjesu për 24, betet njësia bazike, here këtë shifër që na del, here 18 karat, e kemi kësaj here pra 37 pik 50, 37 gram e gjys. Kjo grua që pati 100 gram, 50 nga 14 karat dhe 50 nga 18 karat, akoma nuk i obligohet zekati. Po e marim pra edhe një 5 lirshe, nëse e ka, pra 5 lirshin turk të Osmanlive, i ka 36 gram, e pjesojmë për 24, shuma e tillë që na del e bëjmë për 22 që është e zakonshme, atë na del 33 gram. Së bashku, këtu, na dalin tash i kemi dikun 99 ose i kemi 100. Do më thonë, ne kemi kalu prapën e kena hym rena. Kena hym rena nëse kjo do të ishte matematikat. Sigurisht, kjo mund të jetë pak e komplikuar, por që për mene hoxhë, edhe hoxhallarët janë të qashëm, po edhe artarët mundën me u vizitu për me jau zbërthy në njërë më të saktë.